Mirë se erdhët të dashur binjak me lezimin e juaj të radhës. Pas kësaj herë do fillojmë të bëjmë lezimet vjetore, çfarë na pret, çfarë do ndodh në vitin 2026. Ato do të jenë më të gjata absolutisht dhe më të gjëra. Por të fillojmë një me këtë që kemi përpara. Dashur binjakë, kur i di gjërat, pse po i shmang këto përballje? Që mund të jetë përballje, që mund të jetë vendim, që mund të jetë anashkalim apo çfarë do lloji. Kam mbretreshën e monedhës, 10 të shpatës, kam 7 të shpatës dhe page, faqe e kupës. Mbretresha e monedhës, të dashur, është këtu del nevoja, kërkohet një lloj stabiliteti real, para, siguri, rutinë, shtëpi e kështu me radhë. Ose je ti që po përpiqesh të mbash gjithçka nën kontroll binjaka, ose ka një person shpeshherë në këtë letër pasqyron një femër praktik që të kujton gjithmonë, mjaft me ide, fjalë, shiko çfarë po bën konkretisht. Po mendon shumë të dashur binjak, por po vepron pak. Dhe kjo është aty që arsye që nuk po ecën. Jeta po të kërkon tokë në këmbë, jo vetëm mendje në ajër. Do thotë pak më përballje, një lloj reflektimi për të mos anashkaluar gjërat. 10 të shpatës është fund i dhimbshëm. Sado që është i dhimbshëm, por është një fund, është një po mbaron dhe po mbyllet. Diçka ka mbaruar të dashur, mendim, situatë, raport, iluzion, çfarë do të jetë, dhe trupi, mendja jote e din mirë, vetëm se ti vazhdon të rrotullohesh në atë gjendje, prap njësoj apo ta mbash në kokë. Nuk ka me çfarë të rregullohet këtu, të dashur binjak. Sa më shumë të mbash gjallë me mendime, çfarë do që të jetë situatë, person, aq më shumë do lodhesh apo aq më e dhimbshme do jetë. 7 të shpatës është në fakt pika kritike e juaj të dashur binjak, që tregon shmangjen e juaj, mos thënie të vërtetës, ose që po ikën pa u përballur me pasojat. Ose mund të jetë që po bën sikur s'po ndodh asgjë. Por mund të jetë që s'do të sjeni ju fare. Dikush nuk po të tregon gjithë të vërtetën, apo nuk është i sinqert. Ndalose ikurin nga bisedat e vështira, nga që ju e ndjeni që personi nuk është i sinqert, apo e dini për veten e juaj. Pra, ndalose ikurin nga bisedat e vështira, ajo që shmanget sot do të kthehet si problem goxha i madh nesër. Faqe të kupës të dashur binjakë është duket e butë, por është një lloj fillimi, mund të jetë dhe lajm emocional i vogël, jo histori e madhe. Mesazh, ndjensi, flirt, ide për pajtim ose diçka e re, por ende pa pjekur, është e vogël. Praktikisht të thotë që mos ta romantizosh, shikoj veprimet, jo fjalët e bukura. Si mund t'i marrim të gjitha këto, pra, ti po kërkon siguri, që është mbretresha e monedhës, po vuan nga një fund që s'po e pranon plotësisht, është 10 të shpatës, po e shmang të vërtetën ose përballjen 7 të shpatës, dhe po tundohesh nga diçka e re që të duket e mirë, por është ende brishtë, faqe e kupës. Prano çfarë ka mbaruar, leximi jot thot. Thuaj atë që ke shtyr për më vonë, apo e ke anashkaluar. Mos u ka pas fjalëve të ëmbla nëse s'ka veprime. Absolutisht. Por zgjidh sigurinë afatgjate dhe jo atë emocion të momentit. E vërteta e thënë sot, dhëmb absolutisht, më pak mbani mend, më pak se ajo e shtyr për nesër.